si than kua të kënetës, nuk ka më hapi kapitush, iku kjo pun, e blokoj BE-ja narkoshtetin, se vetë bufi shkoj në Europë bashkë me Qirje Dulen dhe as dark më nuk i dhanë narko kryeministrit. Ja ku jam, rrugës nga Bruxelles në Luksemburg, ku sot pas dite hapet grup kapitulli i 3 i negociatave me Bashkimin Evropian. Si një tjetër dëshmi kokfort se ne po ecim pa u ndalur në rrugën drejt majës së Shqipërisë 2030, zonjë në sallonin kryesor të Bashkimit Evropian. Ky i sotmi është një tjetër stacion që konfirmon se vetëm ne e dim këtë rrugë. Dhe sot jemi një hap tjetër më pranë objektivit ton madhor, mbyllja e negociatave të antarësimit brenda vitit 2027. Ky është një objektiv super ambicios, por plotësisht i arritshëm vetëm nëse qëndrojmë bashkë pa humbur as një minutë, lidhur dorë për dorë dhe vazhdojmë me të njëjtin përkushtim, seriozitet dhe unitet kombëtar në këtë rrugtim historik. E ardhmja europiane e Shqipërisë nuk është më një aspirat, është një proces që po ecën përpara drejt portës hapur për ne si asnjëherë më parë. Ky është momenti ynë, zoti e desh, që fati europian i Shqipërisë të jetë sot në dorën tonë. Le ta fitojmë së bashku pastin historik të Shqipërisë me Europën dhe të Europës me Shqipërinë.